Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për një takim që u përpoq të mbaj sekret ai midis kryeministit Edi Rama dhe Alex Soros në jug të vendit, por që në një foto të dalë së fundmi në media ka tronditur opinionin publik se çfarë po përpiqet të ndërmarrë Edi Rama sa i përket protestës apo edhe zhvillime të tjera politike që e presin nga shtatorë e tutje. Për të folur për këtë çështje dhe tematika tjera ne kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, si e lexoni takimin mes Edi Ramës dhe Alex Sorosit në jug të vendit? Ja, do të rikthehem asaj çka kam deklaruar kohë më parë, kur kam thënë që Rama është i caktuar portavoce i Sorosit në Europë, në Ballkanë dhe aq më tepër që në Shqipëri ka fuqinë më të madhe pa kuptuar e pa diskutueshme, pasi Sorosi në Shqipëri ka bazat më të mëdha të themi. Kështu që takimi me Aleksin nuk është i rastishëm, apo një takim që do të përbëte lajm shumë të madh, pasi dihet marrëdhëniet e Ramës me Sorosin, me Kabalën, me të gjithë organizatën majtiste kudo në botë, dhe ky është një nga i vetmi përfaqësuesi i tyre në Europë. Kështu që flitet për shumë zhvillime të cilat po ndodhin në Europë dhe ku e majta po ndjen atë tronditjen e madhe. Çfarë po përpiqet Edi Rama në këtë rast të shpëtoj veten, të shpëtoj pra lëkurën e tij, apo po kërkon një konsensus të ri me Sorosin, apo nga ana tjetër i ka punë të mirë me to? Rama nuk ka nevojë të përpiqet të shpëtojë veten, sepse kur futesh në një organizatë, në pozicionin që ka Rama në atë organizatë, tash duke qenë përfaqësuesi i tyre në Europë, ai nuk ka kur ruhet, edhe nuk ka se çfarë lëkure të ruaj, por vetëm në arsye sepse ai është i deklaruar tashmë si i tillë, dhe ajo që është më e dukshmja është pjesa politike europiane dhe aq më tepër pjesa politike në Shqipëri, duke pasur parasysh edhe veprimet që po bëhen në Amerikë nga Trumpi apo republikanët themi, dhe pjesa ku Shqipëria është futur në fokusin se është cilësuar si një nga vendet ku është droga, korrupsioni, pastrimi i parave. Kështu që ka lëvizje të ndryshme në Shqipëri dhe po mundohen Sorosi ka nxjerrë të gjithë bateritë e tij, të gjithë levat e tij i ka hedhur në treg tashmë në Shqipëri. Vetëm që mos të lejoj që të ndodhi ajo çfarë po ndodh në Gjermani, supozojmë që AfD-ja ka marrë një hovë të madh, në Francë ku Le Peni patjetër ka një arritje të dukshme. Në Shqipëri është hedhur i gjithë Sorosi në sulm, vetëm që mos të lejojnë që të ketë një të djathtë konservatore në Shqipëri. Pra, mungesën e të djathtës konservatore, këtu nuk flitet për të mbajtur pushtetin Sorosi me këta çfarë janë. Këtu flitet Sorosi i ka hedhur të gjithë bateritë e tij, qoftë edhe shoqata, qoftë shoqërinë civile, qoftë partitë politike, i ka futur në konkurrencë njëri me tjetrin, vetëm që mos të ketë të djathtë, mos të ketë mundësi hapësirë, ngushticë, rrugë, kudo që të jetë për të lindur një djathtë konservatore në Shqipëri. Po si është e mundur në këtë rast që Edi Rama i ka punët vaj me presidentin amerikan Donald Trump, i ka punët vaj me Sorosin, i ka punët vaj me Erdoganin, i ka punët vaj me ç'duket me shumë lider të tjerë. Të paktën nga ajo sa shohim në publik. Atëherë, unë nuk di, përveç se me Netanyahu, Rama nuk i ka problemet mirë me asnjë nga këto që i përmendët. Qoftë me Trumpin, sa pasi u zbulua, protesta e Tiranës zbuloi qëllimin e Ramës, kur ju ka vetë ofruar familjes Trump për t'i dhënë Zvornecin apo Sazanin apo çdo gjë në Shqipëri, vetëm për politikën e tij. Dhe kjo protestë zbuloi sepse të gjithë mediat botërore e deklaruan me zë dhe me figurë që protesta në Tiranë është kundër familjes Trump. Përsa e përket Erdoganit, ju e patë shumë mirë edhe në samitin e zhvilluar në Turqi, që nuk kishte një komunikim
miqësor, siç pretendohet, apo nuk kishte absolutisht asnjë lloj takimi me Erdoganin, qoftë edhe privatisht, qoftë edhe si kryeministër. Ishte një takim tepër i thjeshtë, një takim që nuk pati absolutisht asgjë dhe do të shohim që Rama është i bllokuar nga Erdogani, megjithëse Rama bëri edhe një lëvizje duke mbyllur atë universitetin, që ishte këtu një i kundërshtarit e Erdoganit, përsëri nuk mori ndonjë përkraje nga Erdogani. Ashtu siç nuk ka marrë më përkraje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos harrojmë se kemi dje, jo më larg se dje, apo pardje ishte deklarate e ishte deklarate e Rubios, ishin deklarate të cilat nëse do lexohesh nga politika, ishin deklarate tepër politike dhe tepër diplomatike, ku për vendet, sidomos për vendet si Shqipëria, goditeshin drejt për drejt. Qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, janë vendet të cilat goditeshin nga lloj deklarate, se janë vendet të cilat biles Shqipëria është primare, se është vendi i cili nuk siguron jetën e njeriut, nuk ka asnjë lloj prodhimi dhe të gjithë jetën e tij e ka mbi bazën e eksporteve dhe nuk ka import fare. Kështu që nuk ka siguri, nuk ka mbrojtje, nuk ka asgjë. Po ajo që i theksote Rubio në fjalën e tij e hapte me çështjen e sigurisë jetës, pra me minimumin etik themi që përdoret në gjuhën shqipe, që Shqipëria nuk e ka, është i vetmi vend atë që kam thënë me kohë, me vite, që Shqipëria është i vetmi vend në Europë, apo mos ndalim më përtej Europës, që nuk ka të siguruar jetën e njerëzve ashtu siç ndodh në Kushtetutën shqiptare, ku thotë shteti siguron jetën e njerëzve. Pra jemi vetëm vend që nuk kemi minimum etik që sot aktualisht nëse do të vendosësh më minimali ishte me 50.000 lekë të reja. Domethënë do të ishte minimumi etik. Mirë po, këta nuk duan të vendosin për shumë arsye, është në politikën e të majtës që mos e vendosin për arsye sepse minimumi etik është baza dhe motori i zhvillimeve ekonomike dhe zhvillimit të institucioneve shtetërore. Është si puna e një makine, nëse do marrim një makinë të bukur, të re, me të gjitha parametrat, por nuk kemi çelësi për ta ndezur. Kështu është edhe minimumi etik për sa i përket ekonomisë shqiptare. Zoti Markoçi, në këtë rast, sa i përket raporteve të Edi Ramës me administratën e Donald Trump dhe në veçanti me dhëndrin e Trumpit, Jared Kushner, gazeta Wall Street Journal, pra një nga mediat më prestigjioze dhe më serioze në botë, kishte bërë një shkrim ku e cilësonte lidhjen e Jared Kushnerit me një gangster shqiptar në rastin e tokave në Zvërnec. Pra se si Edi Rama i kishte përfshirë dhëndrin e Trumpit në lidhje me trafikantët. Në këtë rast, a kemi të bëjmë me një lëvizje konkrete të Trumpit përmes këtij shkrimi, apo është thjesht një qëndrim i caktuar që vjen tashmë pas protestave? Jo, është qëndrimi i Trumpit, sepse ju e patë edhe në samitin e Turqisë që Trumpi nuk i hodhi as sytë Ramës, jo më ta salutonte apo ta takonte, patjetër as sytë thash nuk i hodhi. Dhe Trumpi kuptoi drejt apo marrë në përgjithësi në Amerikë kuptuan drejt që afrimi i Ramës për t'ju dhënë toka, për t'ju dhënë hapësira në Shqipëri ishte një lojë apo një kurth që Rama arriti ta futi Kushnerin. Po mos harroni edhe një gjë tjetër, atë që këtu nuk thohet, unë e kam deklaruar, por çuditërisht mediat nuk e deklarojnë apo nuk e thonë, është një letër e Kushnerit të cilin e ka bërë në 25 dhjetor të 2025, kur kërkonte pezullimin e të gjithë veprimtarive deri për një vit. Çka do të thotë që edhe vetë Kushneri ka dyshuar në atë çfarë ju është afruar në Shqipëri. Mirë po, duke qenë se Europa kishte nevojë për një betejë me Trumpin, duke pas konfliktet që kishte Europa me Trumpin për sa i përket NATO se zhvillimeve të tjera, atëherë kërkoi të zhvilloj këtë betejë, ta zhvilloj në Shqipëri dhe
pikërisht me protestën që u bën që u fillua dhe vazhdon në Shqipëri. Nuk do të harrojmë në asnjë çast se kjo protestë është e financuar dhe mirë organizuar nga Europa, e stisur mjaft mirë nga Europa, dhe po të shifti të gjithë të majtet europianës e pranojnë dhe e përkrajnë protestën, kanë ardhur deputet majtist komunist në protest kanë folur, në ato protest mund të flasësh çdo gjë, njerëzit mund të thonë çdo gjë, e gjitha protesta shkon kundër politikës amerikane apo kundër Trumpit, dhe kjo protestë çuditërisht vazhdon të trumbetohet nëpër mediat e ndryshme të Europës sidomos, po edhe në Amerikë, si një aferë e familjes Trump që po vjedh trokat në Shqipëri. Dhe fushata që ka filluar në Amerikë, pikërisht nga demokratët, fillon me fjalimi i tyre fillon me frazën Trumpi po vjedh pronët në Shqipëri. Në të njëjtën kohë që amerikanët nuk e dinë se ku bie Shqipëria, po s'ka rëndësi kjo, po në këtë lloj grade jemi, domethënë ku e gjithë majtat planetash, e gjithë majtash futur në sulm, e gjithë dhe Sorosi pikërisht për këtë punë ndoshta do ketë ardhur, sepse thash ka futur të gjithë kaladat e tij, ka futur në luftë, them në thonjza apo në konkurrencë me njëri tjetrin, qoftë edhe tek protesta, edhe protesta, po ta shohësh, protesta është e stisur nga majtistët, nuk është një protestë sepse nuk ka absolutisht asnjë kërkesë ekonomike e cili do t'i vlente popullit. Nëse do ishte një protestë për të rrëzuar Ramën, kërkesa e parë duhet të ishte vendosja minimum mediatik. Kërkesa tjetër duhet të ishte për bujqësinë. Kërkesa tjetër duhet të ishte për naftën. Kërkesa tjetër duhet të ishte për energjinë, për çmimet. Këtu nuk kemi asnjë lloj kërkese, kemi vetëm kërkesa politike, të cilat i konvergon partive politike, dhe sidomos partive të reja të cilat ndodhin protestë dhe janë të pranishme gjatë gjithë kohës në protestë, qoftë Llapa, Qori, Agon Sheaj, janë patjetër që janë edhe këto shoqëria civile, që patjetër është organizata Sorosit në lojë. Po pra, pikërisht në këtë rast, kush po ja bën protestën Edi Ramës, pra kush po ngrihet kundër Edi Ramës, janë element të Sorosit, janë element të partive europiane? Unë kam deklaruar që shumë fillim që kjo nuk është protestë kundër Ramës, se në do të ishte protestë kundër Ramës, duhet të ishim kërkesa ekonomike. Me kërkesa politike Rama nuk rrëzohet. Unë thash Sorosi, dhe kur themi Sorosi, edhe të majtet europian që stisën këtë lloj proteste dhe financuan këtë lloj proteste, t'jeni të bindur që këta duan që të zënë, unë ja u shpjegova pak më parë, të zënë çdo rrugë për një krijim apo një dalje të djathte. Duke qenë se në Shqipëri mungon për 35 vjet ka munguar e djatha në Shqipëri është kamufluar, nuk ka qenë asnjëherë reale, nuk ka qenë një djathtë konservator asnjëherë. Por është kamufluar me Partia Demokratike për shembull, ka quajtur veten gjithmonë të djathtë, në të njëjtën kohë që s'ka qenë asnjëherë djathtë. Gjithmonë ka luajtur politikat e të majtës. Por është vetë quajtur e djathtë, siç ka shumë njerëz të cilët dalin kundër Sorosit, kanë qenë ke Sorosi, janë mirë paguar nga Sorosi, janë nga Sorosi, dhe dalin shajnë Sorosin vetëm për të bërë besueshëm. Për të bërë besueshëm tek njerëzit, dhe pikërisht, pra ne thash Soros ka hedhë të gjithë arsenalin e tij, pra të gjithë shoqatat, të gjithë partitë që vetë financon Sorosi, dhe kjo protestë, t'jeni të bindur që kjo protestë është bërë edhe me dëshirën apo me vetdijen e plotë të Ramës që do ndodhte kjo protestë. Dhe prandaj Rama... Jo, si është bërë me dëshirën e Ramës, ai pothuajse doli nga binarët në ditët e para. Jo, e keni gabim, e keni pak keq Rama. Dgjoj, në politikë është duhet të lexosh se si në politikë duhet lexosh më tepër. Duhet të shohësh veprimet që bën Rama. Rama nuk është i trembur nga Sorosi. As nga protesta. Rama është i trembur nga themi nga ajo që i doi boja ka shi Trumpit apo republikanëve apo magës. Po Trumpi s'po thot asgjë. E tha Trumpi, ka thënë Trumpi gjithmonë. E keni gabim.
Po nëse doni dhe thoni që Trumpi duhet dali me një gjë, kur një kryeminist i një vendi ndodhet në të njëjtën tavolinë dhe në këtë tavolinë ky kryeminist një vit më pas duhet ta presi Trumpin në vendin e tij sepse Shqipëria është u caktuar si vend organizator, unë nuk besoj se Trumpi është kaq i paditur sa mos takonte atë kryeminist për një takim që të bëhet një vit më pas në vendin e tij. Apo jo. Injorimi që i bëri Trumpi, apo injorimi që ka bërë e gjithë pjesa atje, se po të shifnin fotografinë familjare, Rama është i vetëm, është atje lart i vetëm, pa njëri fare. Dakor, po vitin e ardhshëm pritet që të mbaj samitin e NATO-s në Tiranë dhe do ta pres aty Trumpin. Po nuk e pret Rama Trumpin. Edhe si kur të ndodhë që Rama të rezistoj deri në vitin tjetër që të jetë, nuk e pret Rama, e pret presidenti i Republikës, se presidenti i Republikës është kryetari i forcave të armatosura, e para. Po nuk e pyet Marian Beganej se i merr gjithë situatën vetën në kontroll. E dyta, nëse Rama ka vajtur si përfaqësues i Shqipërisë me një autorizim, pa u cilësoj, me një autorizim të presidentit të Republikës, ashtu siç vajti me autorizim të kuvendit në bordin e paqes, me ardhin e Trumpit në Shqipëri, nëse Trumpi vjen në Shqipëri, Bajram Bega është i detyruar qoftë edhe në shtrat të qohet dhe të presi presidentin Trump. Dhe Edi Rama nuk mundet të marri asnjë lloj autorizimi nga Bajram Bega për të prit Trumpin. Kjo është taksative. Dhe deklarata që bëri Trumpi tjetra në samitin e Turqisë, nëse nuk do të erdha në samitin e Turqisë sepse kam mik Erdoganin. Pra, nëse nuk kam mik Erdoganin, unë nuk vi. Kemi dy momente. Momenti i parë që nuk është caktuar data se kur do bëhet mbledhja e NATO-s në Shqipëri, dhe konfirmimi i Trumpit a do vi apo nuk do vi në Shqipëri. Janë dy gjëra komplet të cilat hedhin tokë çdo lloj aludimi që mund bëhet që Rama nesër mund të dalë dhe të presi presidentin Trump, por në mënyrë absolute, të jeni të bindur, në mënyrë absolute Rama nuk do ta presi Trumpin. Edhe sikur Trumpi të vinë nesër nuk e pret. Kur thoni që nuk do ta pres Trumpin dot Edi Rama, çfarë keni parasysh? Do të thotë që Edi Rama do largohet nga drejtimi i qeverisë, do të thotë që nuk do jetë më kryeministër? Ju thatë për protestën që Rama është i friksuar i bërë. Unë e shoh Rama më tepër të friksuar nga ardha e ambasadorit të ri në Shqipëri se sa nga protesta. Protestën nuk e ka problem ai. Protestën e ka në kontroll, nuk ka problem. Ju do ta shihni në protestë, nëse jeni në protestë ju do shihni që mikrofoni kontrollohet, por nga këta njerëz mikrofoni është i limituar, nuk lejohen njerëz të cilët dihen, supozojmë që janë intelektual, janë njerëz me reputacion, ata njerëz nuk lejohen që të flasin, por janë njerëz të rëndom dhe pastaj dalin dikush del aty, këto bën ato lloj deklarate të cilat nuk duhet bërë sepse mos harroni se të mbash në një protestë ku ti pretendon të rrëzosh Ramën dhe të dalësh edhe të flasësh për Karl Marxin një gjysore, aty të marrësh leksionet e Karl Marxit, mund të duket një protestë, mund të rrëzoj Ramën, që është nisur për të rrëzuar Ramën. Tash kjo është një protestë e Sorosit, e financuar nga Europa, vazhdon financohet nga Europa, madje unë në gjykimin tim them se kjo protestë duhet shkojë deri në tetor, deri në zgjedhjet deri në prag zgjedhjeve të Amerikës. Sepse e gjithë betejë bëhet sot Cezari me Pompej mos harronin betejat i bën në Shqipëri. Historia përsëritet. Prandaj Rama e ka aq frikë historinë, prandaj nuk do ta përmendi historinë. Mos harroni se edhe në anullimin e vendimit për prishjen e objekteve rreth Kalas të Durrësit, Rama nuk e bëri se kishte ndonjë presion. Mos harroni se aty ishte edhe ajo shoqata e ndërtuar ku diun amerikan që ishte, megjithatë
u detyrua me urdhër të heq ashtu si doli dhe Ala Bari deklaroi që unë nxitova në investimet që bëra në portin e Durrësit, ju kam thënë që porti i Durrësit do ja hapë gjithë këtyre. Dhe ardha e ambasadorit mund të ndryshojë çdo gjë. Nuk dim se çfarë mund të ndryshojë, nuk di se çfarë mund të ndodhë, por deklarata e Rubio's e shpërndar nga ambasada amerikane në Tiranë ishte një deklaratë e cila duhet lexuar me kujdes. Në këtë rast, në optikën tuaj, si mendoni çfarë pritet të sjellë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Wendt, i cili ka dhe një përvojë ushtarake? A mendoni se ai do të flasë me të njëjtën gjuhë siç flet Trumpi, duke thënë gjëra troç, dhe ndoshta mund të ketë një përplasje me Edi Rama në këtë rast, apo ka rrezik që dhe ai të shqiptarizohet, siç ndodh shpesh me ambasadorët? Duke qenë ushtarak, është e vështirë të thuash që ai do luajë diplomatikisht. Sepse zakonisht ushtarakët nuk luajnë diplomatikisht, zakonisht ushtarakët i thonë gjërat janë dhe ashtu si marrin komandat. Pra i transmetojnë komandat ashtu si që marrin. Nuk din ti rregullojnë, ti bëjnë. Dhe ndoshta kjo është arsye që ka ardhur ky general ka ardhur në krye të diplomacisë shqiptare të Amerikës. Them se lufta që ka hap Trumpi kashi Sorosit, kashi asaj çfarë deklaroi dhe në Turqi kur tha marksizmi, leninizmi është e keqja më e madhe. Dhe lufta kundër Sorosit, të cilin e ka shpallur si organizatë terroriste, nuk besoj se nuk do jetë pa ndikim në ardhen e ambasadorit në Shqipëri. Prandaj ju thash që Sorosi ka ngritur të gjithë aleancën e tij, pra të gjithë levat e tij, shoqatat, shoqëritë civile, partitë politike, ka futur në lojë pikërisht që kudo që të shkosh ti dhe të vesh dorën, të dali po Sorosi. Kjo është e keqja e Shqipërisë, se për 35 vjet Sorosi ka pas trenë më të ngrohtë e ka pasur në Shqipëri. Pjesë më të madhe ka bërë. Po në këtë rast, dhe mos harrojmë edhe Kosovën, se dhe Albin Kurti është pjesë e Sorosit. Mos e harrojmë edhe këtë. Se dhe Albin Kurti edhe Kurti lojën që përbërë që po e mban Kosovën varur, pa qeveri, është pjesë e Sorosit, është pjesë e këtij programi. Prandaj thash nuk duhet. Edhe nëse u shkatru LDK e Ibrahim Rrugovës, u shkatru nga Albin Kurti, nga vetvendosja. Futja e vetvendosjes në lojë. Po Kurti cilësohet si shtetar, cilësohet si njeriu i cili ka bërë dhe ndryshime në Kosovë. Si se çfarë ndryshime ka bërë Kurti në Kosovë, po unë di që Kurti është njeriu i Sorosit. Kurti ka prishë të gjithë marrëdhëniet e partisë e Ibrahim Rrugovës. Sa ishte Ibrahim Rrugova gjallë, ajo parti ishte partia e djathtë, me parime të djatha nacionaliste. Ardhja dhe vendosja e Kurtit apo e partive të tjera që cilat dolën si pjesë e të majtës, arritën që edhe partinë e Ibrahim Rrugovës ta dobësojnë dhe mos të ketë më ato vlera sot çka kishte në kohën e Ibrahim Rrugovës. Ajo çfarë ndodh në Shqipëri, unë nuk di se ka në një parti të djathtë, në parime të djathta, në veprime të djathta, sepse nuk është vetëm deklarativja, çfarë deklarohet. Problemi është se si vepron. Kurti nëse do ishte vërtet njeri i cili i udhimse Kosovës, nuk mund ta mandi 2 vjet Kosovën me një kryeministër part-time. Do kalojmë një moment te Kurti, po të mbetemi te Edi Rama dhe ambasadori i ri që pritet të vi. Jo, ta mbaroj pikërisht, do ta mbaroj 2 sekonda. Pra, me një kryeministër part-time i cili është në dëm të Kosovës, në politikës Kosovës. Dhe e njëjta gjë, jemi mo me Shqipërinë. Dhe unë them që Sorosi, duke pas programin e qartë të shpopullimit dhe të gjithë veprimet që ka bërë dhe po bën Rama, qoftë edhe për heqjen e 15 bashkive, qoftë për kodin zgjedhor, apo për çdo veprim që ai bën, e bën në politikën e Sorosit. Dhe ambasadori i ri
gjë e parë gjykoj se do jetë ajo luftë të cilën Trump e ka deklaruar, pra lufta kundër Sorosit, se si do e bëjë dhe sa do jetë e mundur. Ta godas, kjo është për të parë pastaj, sepse unë nuk e di se çfarë lloj mekanizmi mund përdori. Por në të situatë që është Shqipëria, me një kryeministër që i ka zaptuar qoftë presidencën, qoftë parlamentin, qoftë qeverinë, qoftë drejtësinë, qoftë median, unë nuk e di se çfarë mund quhet, edhe unë e kam quajtur mafia shtet. Tash kjo mafia shtet se si do luftohet nga pjesa e Amerikës klasë. Gjithmonë nuk di se si do të luftohet, por goditja e parë do jetë droga, sipas gjykimit tim, sepse droga është një nga të këqijat më të mëdha, jo vetëm tek paraja, jo vetëm tek fitimi që bëjmë, por edhe tek ndryshimi i karakterit njeriu. Njerëzit që pinë drogë kanë një karakter të ndryshueshëm. Kështu që prerja dhe pastaj a do futet në lojë spaku për të marrë atë çfarë ata kanë deklaruar dhe kanë firmosur në Amerikë. Pra, për të vënë para përgjegjësisë të gjitha. A është prekur siguria kombëtare e Amerikës me veprimet që ka bërë Rama? Patjetër që është prekur. Unë këtë u kam deklaruar kohë më parë, kur kam thënë që ky ka ngritur një kompani në Francë dhe nëpërmjet Francës i lidhur me Kinën dhe e ka transferuar në Amerikë. Dhe në shtetjen më të madhe sot, Rama e ka vetëm me Izraelin. Dhe po të shihni, Rama po luan me ato që unë e deklarova para disa kohësh, kur Rama arriti të nxirrte që të bënte 12 kontrata me Izraelin për bujqësinë, apo për disa pajisje ushtarake, në the tash Rama gjithmonë është në shtetet e Izraeli, në një kohë që nëse do të kishte një marrëdhënie shumë mirë, ai fare thjesht do ta bënte me Amerikën, jo më kot, kuptojeni drejt, jo më kot. Amerika e detyroi Ramën të marrë një borxh për $300,000, dhe kjo jo për t'i marrë para kesh, po për t'i marrë në pajisje ushtarake të cilat është detyruar t'i marrë vetëm në kompanitë amerikane në Amerikë, dhe jo në vende të tjera. Kjo hedh poshtë pastaj në një farë mënyrë është një goditje e pjesës së cilës Rama është munduar të bëjë një marrëdhënie të tjera me shtete të tjera. Zoti Merkoçi, me ardhjen e ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri, a mendoni se mund të shkojnë paralelisht dhe mund të ecin para avancimi i dosjes Charles McGonigal, ku është i përfshirë edhe kryeministri Edi Rama, apo lidhjet me trafikun e drogës në Amerikën e Jugut, ku sekretari Rubio e ka përmendur shpeshherë një gjë të tillë, madje edhe në urimin për përvjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, ai sugjeronte luftën ndaj trafikut drogës, dhe ndërkohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës një kongresmen ka kërkuar hetimin e lidhjeve të qeverisë shqiptare me trafikun e drogës, veçanërisht në aspektin e lehtësimit që i ka dhënë trafikut drogës qeveria shqiptare. Në këtë rast, a mendoni se Amerika është duke përgatitur atë dosjen e madhe ndaj Edi Ramës dhe me ambasadorin e ri e bën gati gjithë pakon e madhe? Unë të jo pa qëllim thash ambasadori është gjeneral dhe urat i merr direkte dhe i përcjell direkt në mënyrë të papërpunuar, pra jo në mënyrë diplomatike. Përsa i përket drogës, unë thash që është një prekje e sigurisë kombëtare, siç e quajnë Amerika. Pikërisht Rama është i deklaruar që është i lidhur me Sinaloa dhe jo pa qëllim personi i cili u dha non grata në Amerikë, që nuk isha si post zyrtar gjë, po ishte thjesht i organizatës Sinaloa, dhe kur u bën non grata në Amerikë, u deklaruar non grata në Amerikë, doli me fotografinë e Ramës në zyrën e Ramës, ata e paraqitën edhe fotografinë e tij me Ramën në zyrën e Ramës. Kështu që në raportet të cilat kanë 3 vjet që vinë në Shqipëri dhe thonë që Shqipëria është vendi ku është droga, është korrupsioni dhe pastrimi i parave, krimi organizuar, jo më larg se sa pardje u kap një grup për
42 personash me 21 ton kokainë, ku financuesi ishin grupe shqiptare. Kështu që Amerika fokus jo qeverinë shqiptare, por Ramën si Ramë, sepse Rama është personi i cili është kryetari i mafjas, themi më mirë, ta themi troç, është kryetari i mafjas, dhe ata nuk merren me organizatë, merren me kryetarin. Nëse ti pret kokën një organizate, patjetër që ajo pastaj ajo shkrihet, ikën, mbaron. Kështu që ky ambasador gjykoi që veprimet e para do t'i ketë praneta, do t'i ketë luftën kundër drogës dhe me spakun. Sepse dosja e Megoligalit, siç është në Amerikë, ashtu unë jo pa qëllim ju kam thënë që Rama ta zgjedhi se ku do ta bëj burgu, do ta bëj në Shqipëri apo në Amerikë. Unë nuk e di se ku do ta bëj, se nuk di veprimet e Amerikës, por që ka prekur sigurinë kombëtare të NATO-s, të Amerikës. Po, në këtë rast një nga pikat më kryesore është porti i Durrësit. Është porti i Durrësit, sepse NATO në hartën e saj dhe sot e kësaj dite ka portin e Durrësit, nuk ka Porto Romano. Kështu që sido që të vi, supozojmë, nëse ti merr dhe prish portin e Lionit në Sarandë, ku edhe ajo është një pikë tjetër. Porto Palermo. Pra janë disa pika strategjike që ja ka falë Zoti Shqipërisë. Mirë po, duke qenë aleati strategjik sipas tyre, se këta se kanë aleat, po kështu deklaroj, interesat e Amerikës janë për Shqipërinë dhe për Kosovën. Nëpërmjet Shqipërisë dhe për Kosovën, se ka dhe një bazë në Kosovë Amerika, ku nuk do futet nga Serbia, po do futet nga Shqipëria. Pra do ta përdori bazën nëpërmjet Shqipërisë, dhe prandaj Amerikës i intereson që Shqipëria të jetë një vend demokratik, të jetë një vend i lirë, të jetë një vend që mos ketë rrëmuja, mos ketë, por ama nuk kërkon që në Shqipëri të vinë nga vende të ndryshme të botës. Në të njëjtën kohë që këtu ka shqiptar dhe amerikanët e dinë shumë mirë që populli shqiptar është më pro-amerikan në të gjithë botën. Po, në këtë rast, dakor, po në këtë rast të mbetemi te Edi Rama, i ndodhur në këto kushte, Më falë, nuk i leverdis Amerikës, politika e Ramës dhe e Sorosit për ta sjellë me Bangladeshës Shqipëri. Nuk i duhen Bangladeshës Amerikës. Amerikës i duhen shqiptarët. Se shqiptarët janë pesë. Duket se Amerika nuk e se po intereson shumë dhe nuk e se po e vret mendjen se mbushet Shqipëria me Bangladeshës, sepse e ka lejuar Edi Ramën deri më sot që të hedh valle. Dgjoj, Edi Ramën e ka lejuar pikërisht sepse këtu në Shqipëri është çerdhja e Sorosit. Dhe në Shqipëri është luajtur gjithmonë politika sorosiane. Dhe në Shqipëri ambasadorët që kanë qenë këtu nuk kanë qenë ambasadorë të dashamirës për Shqipëri, por kanë qenë dashamirës të Sorosit, të asaj politikës majtiste. Sot jemi në një përballje me të djathtën. Unë nuk besoj se Trumpi do pranoj humbje. Dhe nuk besoj se Amerika pranon që në Shqipëri të mbushet me enklava të ndryshme. Në të njëjtën kohë kur janë shqiptarë dhe shqiptarët, jo më kot tash, shqiptarët janë populli që janë më pro-amerikan. E kanë dashur gjithmonë Amerikën. Po. Zoti Merkolçi, në këtë rast Edi Rama i ndodhur në këto kushte presioni, përballje me administratën e Trumpit, a mendoni se do të mundohet që të gjej pasuesin e tij në mënyrë që ta zbus ikjen nga pushteti dhe ndoshta mund të sjellë një emër si Elisa Spiropali apo të gjej emra të tjerë ish bashkëpunëtor të tij si Ditmir Bushati apo persona të cilët mund të kenë një lloj konsensusi në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë ju thash që Sorosi ka futur të gjithë kthedrat dhe i ka futur të gjithë linjat në lojë për t'i përplasur njëri me tjetrin. Dhe për të parë dhe fuqinë e njërit grupimi apo grupimit tjetër për të marrë drejtimin e Shqipërisë. Unë nuk gjykoj se Amerika do të bie pre e kësaj loje, gjithashtu Rama nuk përgatit kur pasardhës. I vetmi pasardhës që Rama ka në plan
po nëpërmjet Sorosit, është Lea Ypi. Lea Ypi, e cila i përket laboristëve në Angli, ka përfaqësuar Shqipërinë pas i lloj mandati, ka përfaqësuar Shqipërinë me dëshirën e Ramës në për shumë organizata të ndryshme, takime të ndryshme. Po Lea Ypi ka dalë kundër Edi Ramës në një podcast që ka zhvilluar me këngëtaren Dua Lipa, duke e denoncuar në një farë mënyrë keqëqeverisjen e kryeministit Rama dhe duke mbështetur protestën. Po, pra një sorosiane e thekur del kundër një sorosiane. Dhe ti do të besosh o njërin o tjetrin. Pra kemi luftë të brendshme atëherë. Më duket se ja u thash që në fillim të emisionit. Sorosi ka nxjerrë të gjithë linjat e tij në betejë. Dhe kjo betejë është beteja kundër të djathtës dhe të djathtës konservatore, mos t'i lehet asnjë lloj hapësire, asnjë lloj mundësie për të dalë. Dhe në çdo betejë që këta bëjnë, jo edhe gjatë emisionit ju thash që sorosianët, megjithëse paguhen nga Sorosi, shajnë Sorosin, që të bëhen të besueshëm. Lea Ypi del dhe shan keqëverisin e Ramës për të bërë besueshme nesër kur të vi, të jetë besueshme dhe ti të thuash që po kjo ka goditur Ramën. Ajo është shprehur se nuk ka ambicie për të hyrë në politikën shqiptare, të paktën në intervistat që zhvilloi kur ishte në Shqipëri. Po pse erdhi në Shqipëri? Po pse u kujtua Universiteti i Durrësit t'i japi honoris causa? Ç'lidhje kishte t'i jepte atë? Ç'a kishte bërë kjo për Shqipërinë që duhet t'i jepte? Absolutisht asgjë. Ky ishte promovimi. Dhe nëse nuk do kishte ardhur, do kishte marrë këtë lloj medalje themi, atëherë ajo çfarë unë kisha deklaruar një vit më parë që do vi Lea Ypi, të gjithë e merrnin si shaka, apo pyesin edhe se kush është. Por çuditërisht na erdhi, çuditërisht u hap dera në të gjithë televizionet, mos e harroni këtë. U bë person publik dhe sot është personi, se kur unë e deklaroj më pyesin se kush është. Nëse sot është personi që e njohin gjithë. Po ndërkohë Elisa Spiropali, a mund të jetë ajo që mund të ketë ambicie për të bërë kryeministre për t'i marrë karrikën e Edi Ramës? Dgjoj, unë pranë thash që Sorosi ka hedhë në luftë të gjithë kaladat e tij, të gjithë segmentet, sepse duhet të kuptojmë një gjë. Edhe një organizatë nuk është solide. Edhe kjo organizatë nuk është solide. Brenda organizatës ka rryma të ndryshme. Pra, të gjithë organizatat që janë brenda janë hedhë, dhe unë jo pa qëllim thash, Sorosin me këtë televizje, si tha me një gur vetë dy zogjë. Pra me këtë televizje shef edhe se kush nga organizatat është më e besueshme, më e fuqishme. Po në këtë rast Elisa Spiropali, sa kapacitet ka që t'i zor vendin Edi Ramës? Nuk ka asnjë lloj kapaciteti Elisa Spiropali t'i zë vendin e Ramës, sepse Elisa Spiropali varet nga Fatmir Xhafa. Është Fatmir Xhafa që komandon grupin. Elisa Spiropali është kërkushi. Elisa Spiropali është pjesa e Erion Belis. Pra komandimi atyre 5 deputetëve apo 10 deputetëve janë në komandën e Fatmir Xhafës. Mos e harroni asnjëherë se është Fatmir Xhafa ai që komandon këtë lloj grupi, nuk e komandon Spiropali. Nuk ka shanse Spiropali ta bëjë një gjë të tillë. Nuk ka kapacitet Spiropali. Nuk ka forcë brenda partisë vet, Spiropali nuk ka asnjë lloj force. Si do e marrë ajo drejtimin nëse nuk ka forcë brenda asaj partie? E kemi pa forcat e këtyre njerëzve. Për shembull, po ta krahasoj, Josefina Topalli u dukte si përfliste gruaja e hekur, ëh? Po. Pastaj kur nuk u vuma deputete, iku krijoi parti tjetër, mori ja 500 vota, kaq ishte forca e saj. Pra vetëm në siglën e partisë dhe mbështetjen e partisë ta duket sikur janë të fortë, por nuk janë të fortë vetë. Si individ. Se këta nuk kanë ngritur ndonjëherë në një kaos, nuk kanë ngritur një alternativë, nuk kanë dhënë ndonjëherë në një zgjidhje. Këta janë fryrë, janë zbukuruar, janë ngef, themi, në gjuhën popullore, vetëm se kanë qenë në siglën e partisë dhe i ka marrë kryetari i partisë. Momentin që lëshon kryetari i partisë, pastaj dalin fllucka sapuni. Po,
Po, duke mbetur te Partia Socialiste, a mendoni se Edi Rama mund të rrëzohet nga njerëzit e tij duke pasur parasysh se ka pasur edhe një lloj revolte, po themi, në disa qytete të vendit ku ka dalë kundër bashkimit ose shkrirjes së disa bashkive të vogla. Në këtë rast, a mundet që vetë socialistët të arrijnë atë pikë sa që ta rrëzojnë Edi Ramën? Atëherë kur thash që Sorosi ka hedhë të gjithë njerëzit e tij në këtë lloj betejë, është edhe pjesa, duhet ta kuptojmë pak më ndryshe, është ajo pjesa që deklarova që e gjithë lufta bëhet që mos të dalë asnjë djathtë reale. Po këta janë kryetar bashkisë të vogla që nuk u intereson që të shkrihet në bashkitë e tyre me bashkitë të tjera, se humbasin edhe pozicionin. Ka lidhje fare. Kjo ka lidhje me një çështje tjetër. Lidhja që Rama po mundohet të bëj brenda Partisë Socialiste, të ndaj Partinë Socialiste në dy pjesë. Në pjesën e oligarkëve, pra Rama është në pjesën e oligarkëve, në pjesën e atyre që kanë para në njërin tjetrën, duke i paraqitur këta si me që kanë para janë të djathtë. Ndërsa pjesa tjetër është ajo pjesa e majt marksiste, leniniste, komuniste që duhen e nverin në njërën tjetër. Dakor? Ky është synimi apo loja që po luan Rama sot. Kuptojeni pak më drejt. Rama po luan një lojë për të ndarë Partinë Socialiste në dy pjesë. Në një pjesë të oligarkëve, po ta ritheksoj, të oligarkëve, të atyre që kanë para për të quajtur të djathtët, dhe pjesa e majt. Dhe në një ditë të bukur mos u çuditni që Rama ta ndaj Partinë Socialiste në dy pjesë. Atë që drejton ai dhe pjesën e parë. Pra oligarkët edhe dhe ta quaj të djathtë. Dhe ky është qëllimi i Sorosit. Që të djathtën në Shqipëri ta komandoj Sorosi. Dhe shqiptarët fatkeqësisht e hanë shpejt atë pjesën ku vetëm i deklarat besojnë se është i djathtë apo i majt apo komunist apo konservator. Dhe Sorosi këtë lloj po luan. Dhe ky takim që bën Rama është pikërisht për këtë lloj loje. Për t'i shpëtuar lënies së pushtetit. Lënia pushteti në Shqipëri duhet të jetë automatikisht vetëm në dorën e Sorosit. Nëse nuk je pjesë e Sorosit, nuk mund të jesh pjesë e politikës. Dhe kjo është vërtetuar 35 vjet rresht. Nëse nuk je pjesë e 3 klanëve që komandojnë akoma Shqipërinë, klani Hoxha, Kapo, Alia, ti nuk mund të jesh pjesë e politikës. Nëse nuk je pjesë e Sorosit, nuk mund të jesh pjesë e politikës. Nëse nuk je pjesë e sigurimit të shtetit, nuk mund të jesh pjesë e politikës. Dhe kjo ka ndodhur në të gjitha partitë. Kur ne akoma majmi bus atje, i ngrem bus kriminale do të mëdhaj, që drejtohet e Partinë Republikane dhe hiqës si Republikanë, sa Brigodo. Kriminal. Masakra vetëm në Mirdit masakra që ka bërë. E din mjerditorët, shumë mirë që u merte ju fuse grave, ju fuse edhe macet në qitjane, ne e quajmë njeriu i urti i politikës, se këtu sa më shumë ta trumpetosh, si e trumpeton. Dhe Rama këtë po luan. Ajo që u lujt në 90-ën, por ripërsëritet në 2026. Pra, të shajmë që të na besojnë. Na besojnë që të majmë pushtetin. Dhe Rama po them, synimi i Ramës, me aq sa unë po e shoh, me aq sa unë e ndjek, shoh që Rama po luan që të krijoj dy parti brenda Partisë Socialiste. Partia e djathtë, e quajtur e oligarkëve, që e komandon vetë, dhe partia e majta e popullit thjesht, e këto që ai do quhet marksist, do quhet emberist, do quhet çdo gjë. Dhe të mbaj pushtetin në këtë lloj forme. Nëse Lea Ypi del kundër Ramës, del pikërisht që ti ta besosh që nesër ai të vi dhe të komandoj. Prandaj kërkohet emigracioni, të vinë nga emigracioni, thonë. Sepse të gjithë ata që janë në emigracion, 99% të tyre janë të blerë dhe të financuar nga Sorosi për shkollat e tyre. Zoti Mikoçi,
Po. Apo janë të lidhur edhe me drogën. Dhe kanë hap kompani. Po pse çka kujtoni ose nuk i din gjerman, italian dhe amerikan se çka kompani? Po pse kanë blloku kompanin Ramës? Ka dalë njëri me thonë që Ramës është blloku kompania në Amerikë? Që janë blloku asetet e vilat e apartamentet që ka? Apo tjetrit? Absolutisht asnjëri nuk flet. Në këtë rast, nëse do të kemi një skenar të atill ku Edi Rama mund goditet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund të ketë një luftë frontale, po themi, për rrëzimin e tij, a mendoni se Edi Rama mund të arratiset nga vendi, duke qenë se ka pasur dhe një akuzë së fundmi nga një eurodeputet çek, i cili deklaroi se Edi Rama është duke transferuar paratë e tij jashtë vendit përmes familjarëve të tij? Paratë e tij Rama i ka transferuar që në kohën kur ishte pandemia. Ja u kam deklaruar edhe në emision kur kam thënë që Rama ka shku në kohë pandemisë, në fund të pistës ka qenë, takimi ka qenë me Alex Sorosin, ka pas thasët e zinë ka qenë në avion, Spaku mori të bërte një hetim për fluturimin që ka bërë Rama, dhe të gjithë institucionet shtetërore nuk i kthyen përgjigje Spakut. U detyru FBI-a ka bërë një hetim, nuk e di deri në çfarë faze është pikërisht për mallin që ka pas Rama në atje dhe për njerëzit me të cilët ka udhëtuar Rama. Mos harrojmë tjetrën që e gjithë hetimi është bërë pikërisht sepse Rama me avion charter ka udhëtuar jashtë territorit të Bashkimit Evropian në vende të ndryshme dhe sot supozojmë Albania Airlines ndodhet në Rusi, më duket. Dhe askush edhe për atë nuk flet absolutisht asnjëri. Po sa i përket skenarit të arratisjes, a ka gjasa që të arratiset? Nuk ka se ku shkoj Rama. Rama nuk mund të shkoj në arratinë asnjë vend për sa kohë jenë në mbikëqyrjen e FBI-s. Rama nuk mund të shkoj në asnjë vend dhe nuk besoj se ka një vend në botë që mund të prishë marrëdhëniet me Amerikën vetëm për interes të Ramës. Sa do para të ketë Rama, sa do të ketë leje që i ka blokuar në për bankat konfiskuar, po sa do para të ketë nuk ka vend botë që i prish marrëdhëniet me Amerikën, se nëse Rama do kërkohet, nuk do kërkohet nga Spaku, nëse i ikën nga arratiset, nuk kanë se arratiset nga Spaku të jenë të bindur. Ai ikën thjesht vetëm nga kërkesa që mund bëj Amerika, kaq. Dhe Rama Amerikës nuk i shpëton dot. Për që të gjitha këto janë aludime edhe tymnaje që i hedhin që Rama do arratiset. Rama nuk arratiset për një gjë se në takimin që është bërë Kabala Sorosi, është fildet në dasmën e ashtu të Alex Soros. Rama është caktuar përfaqësues i tyre në Europë, kështu që një përfaqësues nuk mund të arratiset. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.